Po diçka ka me këris, po shka se di. Kurim bajraktori. Vetëm 4 ditë para se të vritej, rështeri policor Muhamet Lika ishte shqetësuar nga lëvizjet e shpeshta të një grupi personash pranë banesës ku jetonte në Kaçanik. Këtë shqetësim ja kishte shprehur bashkëshortës së tij, Violeta Malokut, e cila të hënën tregoi gjithçka që di për rastin në gjykatën themelore në Ferizaj. Të akuzuar për vrasjen janë Haki Bela, Rilind Murati, Vatan Çaka, Edmond Lika dhe Shkëlqim Kuka. Pak para vrasjes, Violeta tha se nga balkoni i banesës kishte parë persona me kapela duke lëvizur në afërsi. Tu kthym nga qyteti në banesë. Me Muhametin a vetë? Po me Muhametin. Ishi, nuk u kthye. Ishi, në banesë, po. Po, unë i tham Muhametit, çka kanë thonë që po rrim shumë grëmo. E pyti Muhametin, çka kanë qëta persona që Po rrim shumë. Grundo. I pari që pa trupin e pajet të Muhamet Likës ishte kolegu dhe njëherësh fëqinji i tij, Sabedin Laçi. Muhameti ka qenë qëllim që pëzi. Ishte në pëzitë, në shkollë, që pëzi dhe në shkollë. Mbrapa. Jo, përnes, po, në që pëzi. Ishte në pëzitë në gjysë në shpinë, a? Bëjve? Në gjysë. Në gjysë në shpinë. Ishte në pëzitë e shpinës. Në shkollë, Purvuri re plagën të ishpuese në trup, u përposh si nxirrte ndonjë fjalë nga goja, por pa sukses. Ka goja e Muhametit nëpërmjet një dhëmbri të cilin nuk e kishte pasur. E kam vendos kishte dhe e kam thonë. Goja, po, më shirë se unë nuk e pas dhe unë. Ja, unë dhe unë shkujnë. Dhe me liru në rëmore. Nuk kaloi shumë dhe Muhamet Lika ndroi jetë në duart e tij. Sipas dëshmive të paraqitura në gjykat, rreshteri ndjer kishte hetuar më herët një sër veprash penale që sipas prokurorisë lidhen me të akuzuarit. Këtu nuk ishte asgjë të rastishme, nuk ishte asgjë spontane, por kishte një parapërgatitje. Sipas prokurorit, aktin e fundit, shkrepjen e armës ndaj viktimës e krehu Rejhan Bela, i cili në atë kohë ishte i mitur dhe ndaj tij, po zhvillohet procedurë veçantë gjyqësore. Këto pretendime u kundërshtuan në tërësi nga avokatët mbrojtës të akuzuarve. Polici Muhamet Lika u vra në mënyrë tinzare në Kaçanik më 1 prill 2025, rreth orës 23, vetëm pak shkallë larg hyrjes së banesës ku jetonte.